Tani po shikoj live këtu, është doktor Ali Mehmeti, është njeri që e kanë dashur shumë demokratët dhe për zgjedhjen e PD Ali Mehmeti për zgjedhjet në PD nuk ka kandidatur tjetër derisa sot përveç Berishës. Tani thjesht të vinë ajo thua, ore, ne jemi parti demokratike, do me thënë që jemi parti demokratike, apo jemi parti që kemi vetëm njështin dhe vetëm njëshi, do me thënë nuk e kuptoj. Sepse pas gjithë tyre humbjeve më the thash, duhet, për shembull, doktor Ali Mehmeti, unë besoj se ka frikë të kandidoj. Kushdo tjetër, ka frikë, kushdo që ngre zërin, do dalë armik. Mirë, po nuk më duket demokratike kjo gjë, për Zotin. Dhe të dalë këta e besuan, do më dhe njerëzit, thanë, po dhe ky, do më dhe s'ka fuqi, s'ka forcë. Edhe ky yri në restin e Tomor Alizotit, që e duan njerëzit për kryetar partije, Belin Këlliçi, këta të rinë si që janë tërë me radhë. Saljanin e përjashtuan, e të ngriti zerin. Do me thënë, taler pa kundështar tër kjo forcë e djathë, pa kundështar. Tani, normal që kundra Berishës nuk kandidon dhe e kuptojnë ata që janë të humbur të gjithë. Ne si do vazhdojmë kështu? Ne do vazhdojmë të zgjidhim doktori, normal që po t'je doktori. Do zgjidhim doktorin, se si del kundra doktorit. Muhabeti është që nuk vim do të në pushtet kështu. Të vazhdojmë të lejmë Edi Ramën. Me e mira që nuk ndodh, është po t'isha unë si doktori, fjalë me shpirë që sa e dua unë doktori, po që në doktori do të ishe, tani zgjedhjet, tani bolo vëlla, unë jam 82 vit. Tani, ju të rinjt merreni në dorë, lejo aty 3-4 të rinj, të marrë frymë partia, të vel një, ti vi president deri, ti të jesh president deri, doktor Berisha ti jetë president deri, ti jap këshilla, ti jetë president deri, por, kryetar, të zgjidhuni 3-4, të thot Berisha vetë, ta marrë në dorë, të thot 3-4 të rinj, të japim të marrë frymë partia, të hy njerëz të rinj, të hy gjakuiri, të hy njerëz që të mos treqim vetëm militantët, po të treqin edhe njerëzit të thonë po PD-ja po rinovohet, po i vin gjakuiri, po ndryshon, që të afrojnë edhe njerëz të tjerë, jo partijak. Se në qëfë se ne do vazhdojmë si parti, si parti komuniste, roftë udhejsi dhe të ndikim nga mbrapa, le të umbës ka gjepon e të ndikim, është vrastare, unë vritem, unë lexova këta u vrava, për Zotin. Vritem shpirtërisht, se nuk del do të asnjeri të tërë ben ushtarë, se ngreton kokën se del armik direkt. O me mua, o armiku im, po ku do vazhdojmë kështu? Kështu nuk e di unë si do vazhdojmë. Do me thënë, që ne do vazhdojmë kështu, të thresim rof partia, rof të kryetari, i përjetshëm, po ne do vim do njerë, do kërkojmë do njerë që të marrin pushtetin, se po vazhdojmë kështu. Ne po vazhdojmë kështu, do vazhdojmë kështu. Do më dorim në opozit. Vazhdojnë atëre, rini në opozit. Vazhdojmë të rim në opozit, të duroklasim kryetarin, të duroklasim partinë, dhe në pushtet s'ka që le mos vim. E trisht. Kjo është e trisht. Sa e lexova këtë u trishtova. Doktor Ali Mehmeti që ishte një figurë, nuk e di si i ben veten, e rezon veten kështu. Daç ky, daç Tomor Alizoti, daç, ku di unë, Belin Këlliçi, ku di unë çfarë ka të rinj, ajo femra mos i ka. Ja roba.
Nejse. Do vazhdojmë të rrim në opozitë. Kjo është shumë vrastare, por është shumë e sigurt që ne do vazhdojmë të rrim në opozitë, sepse nuk ndryshojmë asnjë gjë. Vazhdojmë 35 vit në një vrim po i bëjmë fyllit. E dhimbshme, dhe nuk flet njeri, nuk rinë, thonë, duan të rinë në opozitë, vazhdojnë të rinë në opozitë, mirë populli i shkret, mirë populli demokrat, mirë njerëzit, nuk di çfarë të them. Është e trishtueshme, nuk e di sa njerëz e kuptojnë këtë situatë, që nuk është e mirë, nuk flasin, kanë frikë, nuk e di, kupton. E një dy që mora, po leo e lirë, po ja, nuk. Unë e kuptoj që për balë Berishës, kushdo të vijet është i humbur. Po vetë Berisha, për situata që po kanë për të tëra, vetë Berisha duhet theshtë. Unë do ri president deri, ju apni partinë, vazhdoni një të rinj tani, vazhdoni luftoni, unë do jap ndihmesën time, si president deri, që kam 35 vit. Edhe është lideri ynë. Por nuk vazhdoj tani, nuk di, quhemi Parti Demokratike ne. Po jetë demokratike duhet të hapet, Allah. E trisht, shumë e trisht. Kjo që lexova është shumë e trisht. Da, do pi një kafe unë e një cigare, do shtrije. Oj.